Ushqimet që shkaktojnë dobësimin e sfinkteret edhe favorizojnë refluksin, këto janë ushqimet e konzervume, të mosëna, ushqimet e përpunume industriale, kafja, alkooli, çaji i zi, edhe pijet e gazuara. Këto dhe me thonë edhe qojnë drejt asaj, po edhe në qoftë se e ka refluksin pacienti, atëherë ja bojnë jetën e zezë. Kur pas simptoma nuk është. Po cilat janë disa prej ushqimeve ose pijeve, në këtë rast çajrave, në mënyrë që me ndihmu parandalimin e reflukseve? A ka ndonjë çaj ose diçka që ja rekomandoni pacientëve? Janë çajat të cilat e ndihmojnë tretjen. Janë zakonisht çaji kamomilës, çaji mente, janë çaji xhenxhefil, edhe çaji kantarian, edhe fenqel te quhet gjermanisht, çaji koprës. Këto janë çajnat të cilat ndikojnë mirë në tretje, i eliminojnë gaznat edhe pacienti masandej nuk i ka këto simptome. Po problem, domethënë faktori kryesor që ata mos të kenë simptoma është ta ndajnë ushqimin prej fjetjes 1-3 orë. Mos të hanë, mos të pinë 1-3 orë para se me ra me flet. Përndryshe që ato simptomat refluksit nuk e lanë kur rahat, edhe mos të mbushin luktin kur. Domethënë në momentin kur ju vjen ma sheshëm, çatëherë me ndërprej ushqimin. Pjesa e sipërme e luktit duhet të jetë e zbrazët, edhe për mos mi pas çato simptoma. Po. Ju si profesionist i fushës, doktor, çka më intereson me ditë është pjesa tek hemoroidet. Tregon pak për hemoroidet, çka i shkakton hemoroidet, sa është e rrezikshme gjakderdhja nga hemoroidet e shumë detaje tjera nëse mundesh me nda me njëve. Hemoroidet mas pari na duhet të shpjegojmë se çka janë, se në popull keq kuptohet. Edhe shumica e njerëzve i quajnë si majasil. Kjo s'ka të bëj fare me majasilin. Hemoroidet janë vena, janë enë të gjakut që janë vendosur në pjesën e poshtme të zorës. Domethënë pleksusi hemoroidal venoz. E tash, kur vjen deri te zgjerimi i tij dhe deri te shfaqjet e problemeve. Personat cilët fitojnë probleme me hemoroide gjatë jetës janë personat cilët rrin ulën. Zakonisht personat që punojnë në administrat, personat që janë shofer, edhe kategoria e dytë janë personat që rrinë kamp. Shumica e kamarierëve, domethënë 80-90% janë që kanë probleme me hemoroide. Çka do të thonë është problemi i gravitetit. Përpara edhe stomatolog kanë pas probleme, por tash ata po punojnë ulën zakonisht, nuk po punojnë edhe frizerat. Ka lëvizje ko pas kohë. Përpara edhe frizerat kanë punu në kam, mirë po ata kanë vrejt këtë problem, se ata kanë pas edhe problem me venat e në nxurit, po edhe me hemoroide, edhe tash e kombinojnë edhe ulën edhe në kam. Cilët janë personat tjerë, cilët fitojnë probleme me hemoroide, janë personat cilët qojnë peshat rana. Edhe kjo është një kategori. Kategoria tjetër është gratë shtatzana. Nuk ka gru shtatzan e cila e kalon shtatzanin, edhe nuk ka problem me hemoroide. Aty janë dy faktorë. Faktori i parë është kur fryti rritet shumë, e kanë fëmijën e madh, edhe bën shtypjen pjesën e fundit zorës, edhe aty vjen deri te ajtja frymja e hemoroideve. Edhe problemi tjetër është te shtatzanat, sidomos në fazën e hershme, ato vjellin shumë, dehidrohen, përpasoj vështirësohet jashqitja, forcohet edhe kanë kapslëk.